طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazit të nderuar, jemi tek bazat e fikut, bazat e dispozitave. Kemi arritur tek agjërimi i mirë, tek hadithi 194, ku e transmeton Abu Huraira hadithin radiallahu anhu se pejgamberi sa ka thënë, më ka porositur realisht, më porositur thot i dashuri im për 3 sene, për 3 gjëra. Në një thot ta agjëroj 3 ditë çdo muaj. Më thon ka këshillu, më ka porosit, me agjëru 3 ditë gjatë çdo muaji, që i bie 12 muaj, 36 ditë. Apo, këto janë ditët e bardha. Një, e dyta, thot të fal 2 rekate duha. Ma pak ta vllazni është 2 rekate. Kur falet duhaja, falet mas namazit sabahut, mas lindjes diellit, 15-20 minuta, deri para drekës. Kur do që e fal, kjo është namaz duha. Ma pak ta është 2, pastaj shkon 4, 6, 8, deri edhe më shumë. Dhe thot vitrin ta fal para gjumit. E qysh tash vitrin para gjumit? A du të me fal namaz natës? Vitri është namaz i fundit. Është një lloj kapaki, apo? Po tani do ta shpjegojmë pse e ka thonë kështu Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kuptimi i përgjithshëm i hadithit. E para të nxituarit me agjërim të 3 ditëve. Sepse çdo vepër që ti e bën i ki 10 fishin e shpërblimit. Që i bie çdo muaj nëse ti agjeron ka 3 ditë, i bie sikur po agjeron tan vitin. Sepse viti ka 360, 10 herë 36 i bjerë 360 ditë. Për atë arsye nga 10 deri në 700 sevape ka ardhur. Hadithet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nëse jep një sadaka, po e zon, e dhoje 1 euro. Shpërblimi më i vogël është 10 euro. Deri në 700 euro. Po çysh kjo matët? Jap një shembull unë. Nëse sot e jep një thes mill sadaka dhe në kohën e luftës kur s'ka mill, të njëjtin mill e jep, të njëjtën thes, cili është problemi më i madh? S'ka mill atëre. Ti ki bova ki 2-3 thos çato pedojsh edhe pja japish. Për atë arsye shkon se vapi 700. Varësisht nga rrethonat edhe shtohet se vapi. Çka sepse çdo punë e mirë ka thot 10 shpërblime. Pra agjërimi 3 ditëve është si agjërimi tan muajit. Më e mira është që dita e parë agjërohet në të 13-ën ditë, 14-ën dhe 15-ën. 13, 14, 15 që i bie ditët e bardha. Disa prej ulemave kanë thonë që lejo 3 ditë gjatë krejt muajit. Cilla ditë që ti bën nuk është problem. Po në mënyrë tekstuale ka ardhur më mirë mi qëndru besnik tekstit 13, 14, 15 të hijretit vllazni, jo të këtij kalendari gregorian që e kemi ne. E dyta, falja namazit duha të paktën 2 rekate, e sidomos nga ai që nuk falet natën si Abu Huraira. Shikoni, nëse jeni prej atyre që s'ju del gjumi natën, atëherë çfarë bëri? Pak para fjetjes fal në vitrin. Pak para fjetjes fal në vitrin, dhe çaj namaz duha është sikur namazi natës. Mirë, po në vazhdimsi me fal namazin duha. Kur me fal namazin duha? Nëse rrini në xhami, e falni pas lindjes diellit, pas 20 minuta siç tham. Nëse shkoni në shtëpi, falni kur do që ju mundeni me fal deri para drekës dhe më e pakta është 2 rekate. Dhe Abu Huraira e ka zgjedh kohën që para fjetjes me fal vitrin. Apo sahabi tjerë se kanë fal vitrin, e kanë lënë vitrin pak para sabahut. Se kanë fal namaz natë, 2, 4, 6, 8. Realisht namazi natës është pas farzit yatsis. Pastaj kohët janë të ndryshme. Cilla është më e mirë? Pjesa 3 e natës është më e mirë. Thot çfarë? Dhe e treta thot, ai që nuk fal namaz natë, le ta fal vitrin para se të flej në mënyrë që të mos i koha. Kjo porosi ishte për Abu Hurairën e të tjerë që i shpëton vitri.
Bukur. Hadithi 195. Muhammed ibn Abbad ibn Ja'far thot e pyeta Gjabir ibn Abdullahun, a e ka ndaluar, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, të agjëruarit ditën e premte? Tha po. Tek Muslimi hadithi shtohet pasha Zotin e Qabës. Hadithi 196 thot Ebu Hurera radiallahu anhu, e kam dëgjuar thot profetin alayhi salatu wassalam të thot, mos ta agjëroj ndokush nga ju ditën e xumë. Ta ka caktu, thot mos agjëro ditën e xumë. Thot vetëm në rast se ai agjëron një ditë para apo një ditë prapa. Pse se dita e xumë, vllazni, është ditë feste për muslimanët. Edhe përderisa është ditë feste, atëherë ti mos e preokupo veten me agjërim. Sikur çush është për shembull Bajrami, po e zon. Ditë feste është Bajrami, duhet me ngrën, me hongër. Ose në ditën e xumës kemi namazën e xumës, nuk kemi nevojë me agjëru për pos farzeve. Dita e xumës e premte është festë javore, sikurse festat e tjera, Bajrami i Madh, Kurban Bajrami apo viti ajo përmban gëzim, manifestim hareje, falënderim te Allahut për mirësitë e dhuruara, duke lypur prej tij që na i shtoj. Për këtë arsye është më primare që këto ditë njeriu të mos jetë agjërueshëm. Dhe ka ibadete tjera gjatë ditës së xumës. Është leximi suratul Kahf, shtimi salavateve, me shku më herët në xhami, shpërblimi, ku shkon i pari në orën e parë, pedeni është sikur një deve me e prej kurban, i fundit sikur një vo. Momentin kur hyp imami në hutbe, atëre me lajkët që janë të dera, veç hynë mrena. Edhe nuk e kimo shpërblimin sikur në orën e parë. Po në orën e parë, a i bie me shku 11 satja? 12, na me shku 11 satja, kërkush është. Po a i bie ora parë? Ja, si bie kjo ora parë. Ora parë është mëngjesi. Ora parë, 2, 3, 4, kështu kuptohet. Nuk kuptohet ora parë, se 12 sati, 12 i rezoni tek ne për shembull. Edhe tash nëse ti shkon 11-15 kërkon se gjendi aty. Ti i pari je aty. Po nuk është ai shpërblimi. Shpërblimi është ora e parë në fillim apo. Thot, domethënë kuptimi i përgjithshëm i hadithit, por e bën të lejuar dhe e largon të urryerit të agjërimit të kësaj dite, domethënë xumon, nëse shoshon atë me agjërimin e një ditë përpara ose prapa, ose të jetë i përfshirë brenda agjërimit të zakonshëm në mënyrë që të mos mendojnë njerëzit se është shtuar një adhurim i veçantë. Subhanallahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka mendu për robërit e vet, edhe në të ardhmen mos më fut bidate. A i në fut bidate për shembull vizitimi i varrezave në ditën e xumës? Lutna. Pse? Se secili e ka mendën dita e xumës është ditë e mirë. Ditë ku ka sevape. Atëherë të shkojnë ata vizitoj varrin ditën e xumës. Ditën e Bajramit, natën e Bajramit, po e mirë kjo fest, të shkoj ta vizitoj varrin. Para ta që dhe Muhamedi alayhis salam ka ndalu se çfarë? Që të agjërohet në ditën e xumës. Njëjtën gjë Muhamedi alayhis salam, çka ka thonë? Thot, mos ndërtoni mbi varre. Pse? Sepse zemra është e lidhur pastaj. Kur ta sheh atë ndërtesën mbi varr, njeriu i lidhet zemra me varrin dhe i bën shirk Allahut subhanahu wa taala. Ta ka ndërprej çdo sen deri në ditën e gjykimit. Paramenon namazi teravih vllazni. Namazi teravih është sunet muakkede, sunet i fortë. Përkundër asaj që është sunet, ditën e 4 s'ka dalë Muhamedi alayhis salam. Subhanallah. 3 net ka dalë me rend. Natën e parë ka dalë, çka? Është me xhamati. Natën e dytë ashtu. Natën e tretë hala më shumë ashtu. Natën e katërt s'ka dalë. Sahabët aq kanë pas edukat, s'kan shku as te shtëpia që e ka pasur në gjithë. Me i trokit me thonë Resulullah, hajde mëse jemi të prit. Me piskator Resulullah, hajde më rec. Se ngritja e zërit ndaj pejgamberit alayhis salam është mëkat, është rrezik, ka ajet kuranor për këtë gjë. Thuhet në transmetime vllazni kur kanë dasht me i lajmëru Resulit alayhis salam, nuk ja kanë mshu kështu. Po ja kanë bërë kështu që. Kështu, dhe që kanë prek. Që me ditë që po të thrasim. Aq kanë qenë të kujdesshëm. Përveç një beduin kur ka arë, ka thonë, Muhammed i ka piskat. Apo s'ka ditë, i shketi beduin. Edhe pastaj i ka tregu
fen e Allahut subhanahu wa taala. Çka përfitojmë nga ky hadith? Ndalimin e të agjërohet në ditën e premte, të lejuarit të agjërimit të së premtes nëse agjërojmë një ditë para ose prapa, ose kur përfshihet në agjërimin e zakonshëm. Ndalimi nuk ka në gradën e haramit nga të hadith, po tek papëlqyeshmëria. Nuk mund të thonë se është haram apo në mënyrë të prerë decisivisht. Bile nëse shikohet hadithi, më i prerë është për ditën e shtunë se sa ditën e xumë. Ditën e xumë thot mos agjëroni. Mirë, po tek e shtuna thot mos agjëroni ditën e shtunë përveç thot farzeve. Nëse nuk mundi me gjetët për me prish agjërimin, thot merrni lëkurët e drunjeve, hani edhe prishni agjërimin. Kërsnus. Apo që shumë më erron se sa. Për atë arsye dhe Shekh Albani për shembull rahimullahu taala këmbgul në agjërimin e shtunës kategorik është thot nuk lejohet hiç. Hiç në asnjë mënyrë nuk lejohet. Shumica ulemave e lejnë. Nëse ashton thot nuk ka problem. Apo është debat i gjon kjo në mesin ulemave. Hadithi 197 nga Ebi Ubejd, shërptori i Ibn Ezherit, i quajtur Saad ibn Ubejd, transmetohet isha në Bajram me Omar ibn al-Hattabin radiallahu anhu, e më tha, këto 2 ditë ne i kanë ndaluar pejgamberi alayhis salam t'i agjërojmë. Ditën e qeljes së agjërimit tuaj, fitr Bajramin, dhe thot ditën tjetër në të cilën hani prej kurbanit tuaj që i bie kurban Bajrami. Çto 2 ditë t'i kanë ndaluar Muhamedi alayhis salam me agjëru. Shekh Albani ju thot, a lejohet me agjëru ditën e kurban Bajramit dhe fitr Bajramit? Jo, pse s'lejohet? Po thot ka ndalesa. Po në ditën e shtunë ka ardhur ndalesa. Pse këtu lejohet e këtu s'lejohet thot? Shtoja pra një ditë kurban Bajramit. Nëse ti po thu shtunën, lejohet me ashtu një ditë, atëherë thot shtoja dhe kurban Bajramit një ditë. Edhe hin ta ditë i shtesës. Kuptimi i përgjithshëm thot Bajrami i Madh dhe Kurban Bajrami janë 2 festa islame që njeriu ka ditë gëzimi, vëllazë. Një muj ditë subhanallahu ti agjeron për hir të Allahut subhanahu wa taala dhe ditën e fundit shpreson tek Allahu në shpërblimin e tij. Gëzohesh, kënaqesh. Apo pastaj thot në to kënaqen muslimanët me të lejuar si ushqimin, pijen, rrobat, zbukurimet, është mirë mu zbukuru, ku shkon në xhami, pejgamberi sa është zbukuru. Pastaj prej syneteve është me ndru rrugën e gjitha ato synete që kemi mësuar. Njerëzit thot, apo Allah e ndaloi dhe bëri haram agjërimin e këtyre ditëve, sepse qelja e agjërimit është shenjë e përfundimit, ashtu sikur qysh është dhënia e selamit si përfundimi namazit. Më thonë ti kur ta kryen namazin, më thon selam për me dal namaz. Çashtu edhe çështja e festës së Fitr Bajramit apo Kurban Bajramit, njerëzit këto 2 ditë janë mysafirë të Allahut, prandaj le ta pranojnë mikpritjen e tij dhe të hanë pinë këto ditë. Çka përfitojmë nga ky hadith? Ndalimin e agjërimit të 2 festave siç tham, dhe agjërimi këtyre 2 ditëve nuk merret në konsiderat dhe është i pasakt. Tani e kemi hadithin e 198. Ebu Sejid el-Hudri radiallahu anhu thot, na ka ndaluar pejgamberi alayhis salam agjërimin e 2 ditëve, Kurban Bajramit, Fitr Bajramit, si dhe thot veshjen e robës pa mëng. Pa mëng. Dhe me thonë, që to është e mbulume. Në ka ndalu, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj thot, si dhe të mbështjellurit e një robe të vetme rreth kërcinjeve, gjurit e mesit, kur është ullur si dhe falin pas namazit sabat dhe pas namazit të ikindis. Nuk lejohet me fal namaz pas namazit të sabat dhe pas namazit të ikindis. Po na pe falim pas namazit sabat, Ibrahim? Çuçi bjerë kjo? Kur pe falim? Pe falim mas lindjes diellit. Pe falim, po presim derisa të lind dielli 15-20 minuta, edhe pastaj pe falim. Çështja është deri në lindje të diellit, që aty mos mu fal. Një sahabi në kohën e selefit, një person sahabi atabi nuk më kujtohet, e fal një 2 rekat pas namazit sabat, nafile thot. Edhe thot, pse po fal ky tjetri, që ka një huri rreth këtij hadithi? Thot, pse Allahu ka më dënu për namaza? Jo, thot, për namaz s'ka më dënu Allahu subhanahu wa taala, po ka më dënu Allahu subhanahu wa taala që e ke kundërshtuar sunetin. Për namazin që e bën s'ka më dënu Allahu. Po kundërshtimin e sunetit ka më dënu Allahu subhanahu wa taala. Kanë qenë ashtë të përpikt. Para mëna ka pas raste dikush prej selefit, sahabeve, veç pse ka thonë mas të shtimës Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A fjallë e keqe kjo? Falëndërimi i takon Allahut, Zotit të botrave.
Ka thënë jo, s'na ka mësu kështu. Jo, tjetër është namaz ajo. Edhe kështu kur ka të shtit. Ajo është tjetër transmetim. Domethënë çka? Veç e ka shtu Rabbil Alamin. Ka thënë ja si më mësuan ashtu. Thot vetëm elhamdulillah na ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam. Aq kanë qenë përpikt vllazni. Pse të përpikt? Sepse kur shtohet bidati, shtohen edhe grupet. Ai e bën xhamatin e vet, ky e bën xhamatin e vet, përçohet xhamati, luftojnë masaj në mes veti. E cili është qëllimi jon? Është unitetin çka? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Thot kapnu që të gjithë pas litarit Allahut dhe mos u përçani. A kemi polemikon me ty po? Hajde po kthehemi te Kurani dhe Suneti, edhe me lejen e Allahut subhanahu wa taala i zgjidhim këto çështje. Muslimi transmeton me këtë formë, ndërsa Buhariu përmend vetëm agjërimin. Kuptimi i hadithit, profeti alayhi salam na ndaloi me këtë hadith, thot agjërimin e 2 ditëve, ndaloi veshjen e 2 rrobave siç tham dhe faljen e 2 namazeve. 2 ditë të agjërimit e dim është Fitr Bajrami dhe Kurban Bajrami. Apo arsyen e ndalimit e kemi përmendur më herët në hadithin paraprak. Ndërsa për sa i përket 2 veshjeve, thot rroba pa mëng, nëse s'ka mëng rroba, të pa qelura apo pa hapje, është e dëmshme për shëndetin, pasi s'ka si të ajros trupin, komenti. Thot e quajtur ndryshe simbol apo mishrim i përtatësisë dhe dembelizmit. Kjo lloj veshje e paralizon lëvizjen dhe aktivitetin që janë të domosdoshëm e të kërkuara nga njeriu. Para mëno, me dash me bot diçka ti ski, durt i ki të mbulume. S'ki çka bën. Je i bllokum. Për atë arsye Muhamedi alayhi salatu wasalam e ka ndaluar që më kanë, domethënë e mbuluar. Ndërsa veshja e dytë e përshkruar në hadith është e ndaluar pasi ekziston frika e zbulimit të vendeve të turpshme poshtë. Kurse 2 namazet e ndaluara është falja namazit pas namazit të sabatit dhe ikindis. Po mirë, pas namazit ikindis, nëse është edhe 10-15 minuta namazi i akşamit, se kemi fali qindin, a lejohet me fali qindin? Po ajo, çfarë po thoni? Po hadithi po të haram është, ose është e papëlqyme. Shmia botash. Ki arsye, sebeb ki. Pas sebeb nuk lejohet më fal. Pas sebeb nuk lejohet më fal. Nëse ki sebeb, po qoft edhe 1 rekat nëse e zë të ikindis. Tamam që është rekatin e 2 thirrë zoni i akşamit, u kry e ki zon namazin e ikindis. Mirë, po duhet me pas kujdes, zbën namazi i ikindis, sidomos namazi i ikindis, me tmet të thirrë zoni, sepse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ky është namazi i munafikut. Tek këshur satin ka vakt ala, akşami ka mërë sa dush vakt. Kur ta shau edhe 10 minuta pas ta e çukit, shpejt e bon, veç sa më shpejt me zonë, apo këta. Kjo është namazi munafikut, ka thonë Muhamedi alayhi salatu wassalam. Dhe hadithi i fundit për sonte, Ibrahim, Ebu Sejt el-Hudri radiallahu anhu transmeton se pejgamberi sa ka thënë, kush agjeron 1 ditë në rrugt të Allahut, do t'ja largoj Allah fytyrën nga zjarri 70 vjeshta vite. Subhanallah, 1 ditë nëse agjeron o vllai jam. 70 vjet Allah po ta largon fytyrën për zjarrin e xhenemit. 1 ditë. 7 tetor dhëtor, që tashmë sidomos. Për atë arsye pejgamberi sa më ka thonë që dimri është pranvera besimtarit. Se jetë më agjeruar që në 4:30. Edhe nuk është nxehtë, mundesh me bajt. Alhamdulillah, masi koha është tash mirë, kanë mushtuar agjerust. Edhe ata që s'kan agjeru kanë mushtuar, alhamdulillah. Shfrytëzoni, bëni ju davet namazet me anis, që ata vetë që agjerojnë. Thini në për iftare, bëni ju davet, kada ka dole, kanë namaz, këtë ja kemi nisë ashtu. A kemi nisë për njerë 5 vakte? Jo, njerë agjerim, njerë ato, njerë këto, kada ka dole me lenë Allahut edhe me bë dua. Agjerimi është adhurimi rënd fizik. Ndërsa xhihadi fi sabilillah është adhurim monetar dhe fizik i vështirë, që kërkon edhe mund edhe para. Kush ka forcë të përballojë dhe t'i bën të dyja këto adhurime në një kohë të vetme, duke braktisur qetësinë dhe shijimin e kënaqësive të dynjos për të arritur mirësitë e botës tjetër dhe për t'ju shmangur dënimit të dhenshëm të xhenemit, atëherë do të ketë shpërblim largimin nga zjarri 70 vite. Po mos harroni vllazni se sahabët nuk e kanë akuzuar asnjëri tjetrin nëse s'kan agjëru në udhtim, një pal, apo disa kanë qenë në luftë në xhihad fi sabilillah, s'kan agjëru, sepse xhihadi lyp fuqi, kemi dalë para armikut. Para më në për shembull virës me qenë lufta. Ti
Kime pas aty me armikun për boll, kime pas. Duhet me pas fuqi, me bajt, armatema, po ku e diune. Po nëse je i fuqishëm fizikisht, edhe agjeron, edhe lufton fi sebilillah, atëherë kish shpërblimin shumë të madh. Çka përfitojmë nga ky hadith? Meritën e agjerimit, luftën në rrugt të Allahut subhanahu wa taala dhe shpërblimin e tij të madh. Pëlqyeshmëria e adhurimit në luftë është kushtzuar me mos dobësimin e xhihadit. Jo më goni dopt. Nëse ndodh kjo, atëherë është e pëlqyer lënia e agjerimit, sepse xhihadi është në dobinë e përgjithshme. Ndërsa agjerimi sjell dobi veç agjeruesit, sa më përfshirës e përgjithshme të jetë dobia e adhurimit, aq më primare bëhet. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.